si është kjo kthimi në grua? Ka disa faza, domethënë? Është kështu, domethënë ti duhet presësh një ditë që të bjerë shumë shi, dhe pastaj kur del dielli, formohet një ylber, edhe ti duhet shkosh, ka përcen ylberin, edhe ti bësh, po, kështu që domethënë, që pak vështirë, se domethënë duhet rish aty gati të presësh. Po, ylberin. Ndalë, po. E qartë. Jo, unë edhe në diell dal me çadër. Po mirë, dhe si ti, se si dihet kur mos ta ka përcesh pa dashje. Aty është problemi, por kur e ka përcen me dashje, ka lezet. Ku është diferenca midis gjinisë dhe identitetit seksual? Çfarë ndodhi me këtë shokun që? Ndodhi shoqja tashmë. Që është shoqja tani, po, sorry. Femër, gjitha, me vaginë, me gjitha. Dhe u lez me një femër. Pasi u bë femër? Po, edhe unë e para, domethënë që supozohet gjithmonë ato idetë prestabiluar njerëz jam mendje hapur që si jam, po nëse unë kështu a je normale ti thash ti ka luajtur mendsh ti shkove e preve u bëre femër dhe lidhesh me femër. Po se domethënë unë nuk e kisha atë dituri akoma unë po ai shumë i urrente burrat ajo. Po, kaq shumë. Do të thënë para u bë vetë femër, pastaj u mor dhe me femër. Po, dhe këtu është diferenca. Kjo quhet lesbike tani? Po. Është lesbike? Po, se është femër që rri me një femër, po këtu është diferenca, domethënë fakti që ajo vjen te femër. Më fal, nëse edhe ti quhesh lesbike. Jo. Nëse do kishe me një femër. Po. Po nëse shkon me një mashkull që është gay. Po është mashkull, s'ka lidhje fare. Ja, këto gjëra s'më lënë atë mua natën.